Në një qytet të vogël si Prilepi, në zemër të Republikës së Maqedonisë së Veriut, larg shurmës së kryeqytetit dhe larg vëmendjes së madhe mediatike, ekzistojnë fshatrat që në harë duken të parëndësishme, por që në thelb dhe në njerëzit e tyre mbartin një vlerë të madhe për të gjithë ne si komunitet. Janë pjesë e asaj rrënje të thellë shqiptare që mban gjallë identitetin, gjuhën dhe shpresën për të ardhmen. Në kuadër të udhëtimit tonë për të dokumentuar gjendjen e arsimit në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, ekipi i Mikrofoni Kast vendosi të dalojë në shkollën e mesme Rilindja, në Prilep. Kjo shkollë nuk është thjesht një institucion arsimor, është qendra e vërtetë e fshatit, një vend i shenjtë për banorët, ku të gjithë e shohin si simbol të qëndresës, të identitetit dhe të shpresës. Kujdesi për të ka qenë gjithmonë i lartë, sepse këtu formohen jo vetëm mendjet, por edhe karakteret e brezit të ri. Për të na dhënë më shumë detaje ekskluzive rreth kësaj shkolle, për Mikrofoni Kast foli profesori i gjuhës shqipe, zotrin Nuri Rustemi. Ai na rrëfeu me pasion historinë e saj, rolin që luan në komunitet, sfidat që hasin mësuesit të nxënët të çdo ditë, por edhe atë frymë të veçantë që e bën Rilindjen të ndryshme nga shumë shkolla të tjera. Përshëndetje, ju falenderoj njëherë për respektin që na vizituat këtu neve si shkolla. Jam profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, Nuri Rustemi. Profesor fillimisht arsimtar në shkollën fillore Liria, pranë fshatit Zhitoshit prej vitit 92, pastaj transfer në paralelet e disperzuara në kuadër të gjimnazit të Kërçovës Drita. Sa i përket historikut të angazhimeve, do me thanë, përhapjen e paraleleve në gjuhën shqipe këtu në komunën e Dollnenit, atëherë në fushën e Pellagonisë datojnë shumë herët, do me thanë vitet e 90-ta. Iniciativa e parë ka qenë nga një grup qytetarësh rreth hapjes së paraleleve të disperzuara të gjimnazit të Pellagonisë. Ato datojnë nga vitet 94-95, dhe atëherë si përfaqësues i Këshillit Iniciativ kam marrë pjesë edhe unë, bile jam emëruar edhe si kryetari i atij këshilli iniciues. Kërçova na dha një përkrahje jashtëzakonisht të madhe, ku na i pranuan nxënësit fillimisht 96-97 të testohen, mirëpo nuk u gjet mirë kuptim që paralelet e disperzuara në kuadër të gjimnazit Kërçovës të fillojnë atë vit. Iniciativat nuk u ndalën. Vjet për vjeti vazhduan iniciativat, por atëherë tranzicioni ishte i rreptë, prishja e sistemit ish komunist Jugosllavi, filluan luftrat. Siç e dini, filloi lufta edhe në Kosovë, pastaj kaloi edhe në Maqedoni dhe kjo iniciativë u zbeh një kohë të shkurtër. Iniciativën menjëherë në vitin 2022 e filluam sërish dhe më vitin 2022 për herë të parë, do me thanë, na erdhi lajmi nga ana e ministrit të atëhershëm për arsim, zotri Nenad Nohtkovski, ku zavens ministër ishte zotri Asip Asipi. Na prunë vendim që dy paralelet në gjuhën shqipe të jenë të fillojnë punën në kuadër, dy paralelet të disperzuara në kuadër të gjimnazit të atëhershëm Mirko Mileski, sot Drita e Kërçovës. Dhe ashtu ndodhi. Por merit jashtëzakonisht më të madhe kishin padyshim gjithë stafi profesorëve të gjimnazit të Kërçovës, ku unanimisht dhanë në shkrimet firmat e tyre që të ndihmojnë si me staf profesorë, ashtu edhe me mjete shkollore, pra libra e gjithë ato, dhe ne filluam punën në vitin 2021 si paralele të disperzuara, pra dy paralele. Me njërën ishin të përfshirë 42 nxënës, kurse në paralelen e dytë ishin diku 45 nxënës. Pastaj vitin e ardhshëm
filluam edhe me 2 tjera, u kompletuan edhe vit 3, 2 tjera, kështu që brenda 4 viteve paralelet tona fituan 8 klasa. Më 22 prill të vitit 2014, me vendim të komunës së Dollenit dhe Ministrisë të Arsimit, gjimnazi ton u mëvetsua diku komplet 16 paralele, me mbi 415 nxënës. Dhe kështu pra ja filluam punën me seriozitet. Mund ta them edhe këtë, mund ta theksoj se sot kemi, do me thënë, kuadrë nga lëmit më të ndryshme, mjek, inxhinier, administrator, profesor e kështu me radhë, por këto sfida të cilat unë i përmenda më parë, të gjitha i te kaluam, dhe sot mund të shpreh nxënësve të dëshiroj sukses në mësime dhe profesorëve punë të mbarë. Nuk mund të themi se nuk ka vështërsi, besoj se nuk jemi shkolla e vetme që i has në ato vështërsi, kuptohet, na mungojnë hapësira, plus, sepse punojmë në 2 turne, në 2 turne nuk e kemi lehtë, për shkak se na gravitojnë nxënës për shembull prej disa fshatrave që duhet të udhtojnë edhe nga 20 kilometra. Rrugët, do të thënë, infrastruktura është jo në gjendje të mirë, për momentin na mungojnë hapësira, na mungojnë bibliotekën e kemi, të punësuar në bibliotekë kemi, na mungojnë libra të cilat duhet të korrespondojnë në bazë të lektyrave shkollore, na mungojnë. Këshilla ime është vazhdimisht punë dhe vetëm punë. Këtë e them edhe gjatë punës sime në për klasët me nxënësit, se vetëm me punë mund të hecet përpara. E punë është edhe leximi është punë. Vetëm me punë mund të hecet para. Jemi në kohën më të mirë të mundshme, perspektivat janë, kemi universitetet, kemi, do me thënë, kushtet më të mira, vetëm mungon vullneti për punë. Në qoftë se, do me thënë, nxënësit e bëjnë punën duhur për të avansuar, atëherë do jetë shumë në rregull. Ne patëm nderin të intervistojmë dhe disa nxënës të kësaj shkolle. Ata na folën hape për vështirësitë që hasin. Nga transporti i vështirë për të arritur në shkollë, mungesa e disa lëndëve ose aktiviteteve jashtëshkollore, deri te ndjenja se ndonjëherë sistemi nuk i vlerëson sa duhet përpjekjet e tyre. Po pavarësisht këtyre sfidave, zëri i tyre ishte plot optimizëm dhe krenari. Njëri nga nxënësit na tha diçka që na preku thellë. Ai tha, shkolla nuk është vetëm një vend ku mësojmë lëndë. Këtu rritemi, piqemi, mësojmë të jetojmë, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të mos harrim kush jemi. Këto fjalë tregojnë qartë se rilindja është shumë më tepër se sa 4 mure. Është një familje e madhe. Mirëdita, unë jam Aida Alemi dhe vim nga fshati Presill dhe jam 18 vjeç. Viti i 4. Me studime do të vazhdoj për mjekësi dhe vetin e shoh në të ardhmen me sukses dhe të arri shumë dhe të arri të gjithë qëllimet e mia në jetë. Nuk kemi shumë vështirësi sepse kemi kushtet mirë, po do të doja të kishim më shumë kushte për libra në shkollën tonë. Në shkollën tonë nuk do doja të ndryshoja shumë sende, si që theka edhe më përpara, kisha dashur të kemi kushte për më shumë libra në shkollën tonë, edhe disa sende të rregullohen, po ashtu, kaq. Unë nuk kam patur shumë vështirësi gjatë këtyre viteve, mirë po normal mësimi është diçka që duhet të kemi shumë guxim dhe duhet të ketë ditë shumë me lodhje dhe duhet të kalojmë atë ditë pa pushim. Kisha dhënë këshilla që kur mos ndalojnë me ëndrat e veta dhe vetëm të vazhdojmë përpara. Shëndetje, unë jam Elmira Abazi, nga fshati Akionov, jam 17 vjeçë, jam viti i 3, mësoj në shkollën Rilindja. Vështirësitë janë nxemja në klasat, mungesat e librave,
transporti, kisha dashur të kemi më shumë ekskursione bashkë me shkollën. Unë jam Lidhjeta Useni, jam nga fshati Presit dhe viti 4. Nuk kemi shumë probleme, veç se jetojmë në fshat, edhe kemi punë, po ashtu edhe shumë të mësoj. Po, e mendoj veten si ma shumë të mësoj, të kem të ardhmë ma të mirë, po ashtu për atë pak më stim, ma tepër, të fokusohena në atë që du me vërtet të bëjnë. Ajo që na bëri përshtypje më të madhe si ekip, ishte mirëpritja e ngrohtë që na rezervoi stafi akademik, nga drejtori, mësuesit e tjerë, e deri te punonësit administrativ. Të gjithë na hapën dyert në buzëqeshje. Na pritën si miq të vjetë dhe na treguan me krenari çdo cep të shkollës. Kjo mikpritje nuk ishte thjesht mirësjellje formale, ishte shenjë e asaj solidariteti dhe dashurie që ekziston mes njerëzve këtu. Ne jemi thellësisht mirënjohës për kohën, për sinqeritetin dhe për besimin që na dhanë. Dhe ja ku jemi sot duke ndarë këtë histori me ju, sepse ata që punojnë çdo ditë në këto kushte meritojnë të dëgjohen. Ky dokumentar i shkurtër është vetëm një copës e asaj që pam dhe ndjejmë në Prilep. Është një thirrje për të mos harruar këto shkolla të vogla, këta mësues që punojnë me zemër, këta të rinj që ëndërrojnë ëndra të mëdha pavarësisht vështirësive. Sepse arsimi në gjuhën shqipe nuk është vetëm e drejtë, është frymat që na mban bashkë, që na jep forcë të vazhdojmë përpara. Faleminderit Rilindjes. Faleminderit Zotri Nuri Rustemi. Faleminderit çdo nxënësi dhe mësuesi që na hapi zemrën. Ne do të jemi gjithmonë këtu për ju, sa herë të keni nevojë. Mikrofoni Kast është gati të dëgjoj, të dokumentoj dhe të ndaj zërin tuaj me botën.